Shqipëria ka bërë mrekullinë duke u kualifikuar për të parë në historinë e saj në finalet e një Evropiani. Vetëm disa ditë pas humbjes shokuese në shtëpi ndaj Serbisë, kuqezinjtë e Xhangit Debiazit kanë gjetur forca duke fituar pikërisht në ndeshjen e fundit të grupit I, në Yerevan ndaj Armenisë vendase me rezultatin e thellë 3-0. Një fitore që e çon kombëtarin shqiptar në kuotën e 14 pikëve në një bilet direkte për në Francë 2016 dhe duke lënë në vend të tretë me 2 pikë më pak Danimarkën, e cila I duhet luajë në ndeshjet e play-offit për të arritur kualifikimin. Debiazi kishte reflektuar për këtë takim duke bërë disa ndryshime dhe në një skemë sulmuese që nga minuta e parë. E nëse rasti I parë I takoi armenëve, kur në minutën e 7 Movsisyan në një goditje dënimi tentoi portën por hasi në rezistencën e Berishës, më pas gjithçka në pjesën e parë foli për kombëtarin shqiptare. Në minutën e 9 pas një goditje të Bashës dhe me presionin e Gashit, Hovhannisyan e çoi topin në portën e tij. Goli u dha zemër kuqezinjve që në minutën e 23 pas një goditje dënimit me Mushajt, Gjimshiti mposhti portierin kundërshtar. Në avantazh të 2 golave, gjithçka u bë më e lehtë për skuadrën e Debiazit përballë një ekipi që nuk kishte asnjë interes në këtë ndeshje, duke administruar me qetësi rezultatin, u mbrojt mirë dhe duke pritur momentin për të goditur përsëri. Dhe në minutën e 76 erdhi dhe goli I tretë që vulosi edhe rezultatin përfundimtar me sulmuesin Armando Sadiku. Kjo ishte dhe autokritika më e mirë për kombëtaren shqiptare që vinte pas 2 humbjeve në shtesë me Portugalinë dhe Serbinë, por që tashmë shkruan historinë e saj me gërma të arta në të parin kualifikim në elitën e më të mirëve.